U paguajnë 6.3 miliard lek që kompania 4AM të kryente punime në stacionin elektrik të Korçës, por ata shfrytëzojnë punonjësit e OSSH-s duke i rrezikuar jetën atyre. Kroacia pas mandarinave ka kthyer edhe një ngarkesë me speca për shkak të nivelit të lartë të pesticideve. Nuk dihet nëse kjo ngarkesë është kthyer në treg dhe konsumuar nga shqiptarët. Prindrit e vrasësit të Ilaria Sulës janë të dyshuar për bashkëpunim në zhdukjen e trupit të sëres shqiptare. Prokuroria po heton dhe analizon ngjarjen dhe mjetet telefonike të personave të dyshuar. Zonja dhe zotërinj, përshëndetje dhe mirë se vini në edicionin informativ këtu në TV Dheu. Ornaldo Rakipi, ideali ish deputetit Aqif Rakipi, po synon mandatin e dytë si deputet në listat e hapura të Partisë Socialiste. Sipas burimeve mediatike, ai ka fituar mandatin e parë përmes influencës dhe mjeteve financiare. Për 4 vite, deputeti Ornaldo Rakipi nuk u dëgjua një herë në parlament. Ornaldo Rakipi është një nga emrat e rinj të rilindjes në Tiranë, por me rrënjë të vjetra në politik. Djali ish deputeti socialist Qifi Rakipit u fut në politik në vitin 2021 dhe tani po synon mandatin e dytë si deputet në listat e hapura të Partisë Socialiste. I aty u përjashtua nga kuvendi pas miratimit të ligjit të dekriminalizimit për shkak të një vepre penale të kryer në Itali për vjedhje. Më vonë ai u shpall non grata në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në pamundësi për t'u rikthyer vetë në parlament, Qifja ka vënë në shërbim të partisë pasurinë e tij, duke i hapur rrugën të birit që të marrë një mandat si deputet. Sipas burimeve, në zgjedhjet e vitit 2021, Juniori ka siguruar një pjesë të mirë të votave përmes influencës dhe mjeteve financiare, një praktikë që duket se do të përsëritet edhe këtë vit. Pavarësisht se rezultoi se u votua masivisht, ai për 4 vite nuk ka nxjerrë asnjë fjalë nga goja në parlament. Ornaldo konsiderohet ndër deputetët që kanë përfituar politikisht nga trashëgimia dhe burimet e teatrit. Motoja e rilindjes përflitet që këtë sezon zgjedhor të jetë paraja hedh votat përpjet. Një lloj siç ndodhi me mandarinat pak kohë më parë, Kroacia ktheu një ngarkesë me speca nga Shqipëria për shkak të nivelit të lartë të pesticideve. Ende nuk ka një njoftim zyrtar nga Ministria e Bujqësisë se ku kanë përfunduar këto ngarkesa. Më 12 mars, Kroacia ndaloi një ngarkesë me speca nga Shqipëria për shkak të niveleve të larta të pesticideve sipas sistemit të alarmeve të BE-s. Specat u cilësuan me rrezik të lartë për konsumatorët për shkak të flunitsamidit, një insekticid që mund të dëmtojë mëlçin dhe veshkat të gjitarët dhe njerëzit. Pavarësisht paralajmërimit nga RASFF, Ministria e Bujqësisë ende nuk ka dhënë një njoftim zyrtar se ku ka përfunduar ngarkesa. Nuk dihet nëse specat janë zgjesuar apo janë shpërndarë në tregun vendas, siç ndodhi më parë me mandarinat e refuzuara nga Kroacia. Ndërsa për rastin e mandarinave u morën masa dhe disa persona u arrestuan, për specat nuk ka ende asnjë informacion zyrtar apo veprim nga autoritetet shqiptare. Banorët e Borizanës kanë ngritur alarmin se aktivitetet e fabrikës Kruja Çement dhe disa furrave të gëlqeres që operojnë aty pranë po rrezikojnë seriozisht shëndetin e tyre pasi këto subjekte ushtrojnë aktivitetin e tyre pas një mas sigurie apo sistem filtrimi, duke lëshuar një sasi të madhe pluhuri dhe mbetjesh toksike në ajër. Një qytetar nga fshati Borizan në njësinë administrative Nikël të Krujës ka denoncuar në redaksin ton ndotjen e rëndë që po i bëhet ambientit dhe banorëve të zonës nga aktiviteti industrial i fabrikës Kruja Çement dhe disa furrave të gëlqeres që operojnë aty pranë. Sipas denoncuesit, këto objekte ushtrojnë aktivitetin e tyre pa asnjë mas sigurie apo sistem filtrimi, duke lëshuar në ajër sasi të mëdha pluhuri dhe mbetjesh toksike. Ai ka dërguar një video në të cilën duket qartë një sasi e konsiderueshme tymi dhe pluhuri gri që ngrihet në ajër dhe përhapet në mjedisin përreth, duke ndotur rënd atmosferën dhe rrezikuar shëndetin e banorëve. Në mesazhin e tij qytetari shkruan: "Mirëmbrëma, dua të shpreh një shqetësim në lidhje me ndotjen dhe helmimin që po na bëhet në fshatin Borizan të Krujës nga fabrika Kruja Çement dhe nga furrat e gëlqereve që vazhdojnë pa pikë sigurie dhe pa pikë sistemi filtrimi aktivitetin e tyre. Gjuna për këtë ekosistem të bukur që Shqipëria ka dhe ne për të mbushur xhepat po e shkatërrojmë. Sinqerisht ndonjëherë më vjen turp që jam shqiptar, turp." Pamjet filmike të dërguara nga qytetari pasqyrojnë një situatë alarmante për mjedisin dhe shëndetin publik. Ndotja duket se po ndodh në mënyrë të vazhdueshme dhe në hapësirë të gjerë, duke krijuar rreth të endura pluhuri të përhapura drejt zonave të banuara.
Pavarësisht rëndësisë së çështjes dhe pasojave të drejtë për drejta që mund të ketë për komunitetin lokal, deri më tani nuk është raportuar për asnjë reagim nga institucionet përgjegjëse për mjedisin. Redaksia jon fton institucionet përkatëse të reagojnë dhe të marrin masa për të hetuar situatën dhe garantuar mbrojtjen e mjedisit dhe shëndetjen e qytetarëve të zonës së Borizanës. Ulja e ndjeshme e temperaturave bëri që zonat juglindore dhe veriglindore të vendit të përfshiheshin nga rreshtet e dëborës dhe të shiut, duke sjellë vështirësi në qarkullimin rrugor në disa qytete të vendit. Dita e djeshme ka sjellë një ulje të ndjeshme të temperaturave në mbar vendin, si edhe rreshje të konsiderueshme shiu dhe dëbore në disa qytete. Në veçanti, zonat verilindore dhe juglindore të vendit janë përfshirë nga rreshje intensive dëbore, të cilat kanë krijuar vështirësi të mëdha në qarkullim. Së fundmi në redaksin ton, kam bërritur një denoncim nga një qytetar, i cili raporton se rruga që lidh Qafsanën me doganën e Kapshticës është bllokuar për shkak të rreshjeve të dendura të dëborës. Sipas tij, deri në momentin e raportimit nuk ka shkuar asnjë borë pastruese në terren, duke lënë shumë automjete të bllokuara në rrugë. Në një video të dërguar nga vendngjarja, shfaqet një segment rrugor i mbuluar nga dëbora plotësisht. Përshëndetje, publikojeni pak se kanë ngelur shumë makina. Është bllokuar rruga nga Qafthana deri në doganën e Kapshticës. Nuk ka ardhur asnjë borë pastruese, shpreh ai. Situata paraqitet problematike në qytetin e Pogradecit dhe Korçës, ku rreshjet e dëborës janë të dendura dhe kanë ndikuar në qarkullimin e automjeteve, si dhe raportohet për mungesë të energjisë elektrike në disa fshatra. Redaksia jon i bën thirrje autoriteteve përkatëse të ndërhyjnë sa më shpejt për të pastruar rrugët dhe për të garantuar sigurinë e qytetarëve që udhtojnë në këto zona të prekura nga moti i keq. Viktor Koraqe, një elektricisti OSSH, ra nga një shtyllë tensioni të lartë në Kuçov gjatë punës për riparimin e një defekti. Një ngjarje kjo që ka ngritur dyshime për shkelje të kontratës dhe të sigurisë në punë. Sipas denoncimeve të mbërritura në redaksin ton, kompania nënkontraktore 4AM dhe drejtuesit e OSSH-s kanë detyruar punonjësit shtetëror të kryejnë punë jashtë kompetencave të tyre, edhe pse kompania nënkontraktore është paguar me 6.3 miliard lek për punimet në këtë në stacion. Detajet të reja ekskluzivisht për redaksin ton janë bërë me dije për Viktor Koraqen, elektricistin e OSSH, i cili ra nga 8 metra lartësi, nga shtylla e në stacionit të Kuçovës, teksa punonte për të riparuar një defekt të tensionit të lartë. Duke se firma nënkontraktore nuk zbaton kontratën, i bie punonjësve të shtetit bara me urdhër nga lart. Redaksia jon ka zbuluar se kompania me të cilën OSSH ka lidhur kontratën është 4AM, me administrator Ardit Metaliajn, i përfolur shpesh në media si vekla e oligarkut Bashkim Ulaj. Ky i fundit është paguar 6.3 miliard lek për punimet në nënstacionin e Kuçovës nga drejtori i OSSH, Dedian Dalipi, dhe drejtori i tensionit të lartë, Enea Angjela. Ndërhyrja e elektricistit në nënstacionin e tensionit të lartë në Kuçov, të publikuar së fundmi edhe nga Balluku, është në shkelje të ligjit sepse duhej kryer nga punonjësit e 4AM. Duket se shefi i kontraktuar ka vënë në urdhrat e tij dhe punonjësit shtetëror, duke i detyruar të kryejnë punën për të cilën do përfitoj taksat e popullit. Skandali po tentohet të mbahet i fshehtë nga autoritetet titullare, ndërsa policia e shtetit e konsideron incident. Në denoncimet e bëra për redaksin ton janë kolegët e Koraqes, ata që kanë zbuluar të gjithë ngjarjen, urdhrat e drejtorit të OSHE Berat që po i rrezikojnë jetën çdo ditë, teksa të tilla detyra i takojnë Ardit Metaliajt me Baç Ulajn për të kryer. Sipas hetimeve të deritanishme dyshohet se vrasësin e Ilaria Sulës, Mark Samsonin e kanë ndihmuar edhe prindrit e tij në zhdukjen e trupit të SRE-s shqiptare, edhe pse Samson ka dhënë një deklaratë para prokurorëve se e ka kryer vetëm aktin e rënd, prokurorët nuk janë bindur për këtë. Vresja e 22 vjeçares shqiptare Ilaria Sula, e cila u gjet e vrarë me disa plagë thike në qaf, ka trondëtur Italinë dhe kanë nxitur hetimet e autoriteteve të Romës. Aktualisht, dyshimet rreth ngjarjes janë intensifikuar duke përfshirë mundësinë e përfshirjes së prindërve të Mark Samsonit, të dyshuarit kryesor për krimin. Hetuesit po shqyrtojnë rolin e mundshëm të tyre në pastrimin e vendit të krimit dhe fshehjen e trupit të viktimës. Mark Samson, i cili është arrestuar për vrasje të rëndë dhe fshehje kufome, ka dhënë version të ngjarjes që nuk ka bindur ende prokurorët. Sipas versionit të tij, brenda 3 orësh, ai i vetëm, pa ndihmën e askujt, ka futur trupin e Ilarias, e cila kishte tentuar të mbrohej para se të vdiste, në një valixhe pasi e ka mbështjell me një qese të zezë dopjo, ka pastruar dhomën e saj, hedhur thikën, leckat dhe tapeten e lyer me gjak,
në një kazan dhe më pas ka arritur në zonën ku ka hedhur trupin e saj në një shkëmb dhe është kthyer në shtëpi. Ai ka pretenduar se ka vepruar i vetëm, por ka refuzuar të përgjigjet për pyetjet konkrete rreth mundësisë së ndihmës nga të tjerë, përfshirë prindrit e tij. Nëna e tij, e cila do të merret sot në pyetje, dyshohet se mund të ketë ndihmuar djalin e saj për të pastruar dhomën pas vrasjes së Ilarias. Hetuesit janë duke analizuar të dhënat e telefonave dhe pajisjeve elektronike për të zbuluar më shumë detaje mbi marrëdhëniet ndërmjet Ilarias Sulës dhe Mark Samsonit. Po ashtu, një ekspert psikiatrik do të vlerësoj gjendjen mendore të Mark Samsonit për të kuptuar më mirë motivet dhe mundësinë e ndikimit të tij në veprimet pas krimit. Ndërkohë, avokati i familjes së Ilarias Sulës ka kërkuar një analizë të thelluar të dhënave digjitale përfshirë smartphone-in e Mark Samsonit dhe pajisjet e viktimës për të kuptuar dinamikën e ngjarjes dhe arsyet që çuan në këtë tragjedi. Sot në orën 14 do të bëhet varrimi i Ilarias Sulës në Terni. Kortezhi funerali do të niset nga shtëpia e familjes në Viale della Stadio dhe do të shoqërojë trupin deri në varrezat e bashkisë, ku do të nderohet kujtimi i saj. Hetimet vazhdojnë për të zbardhur të vërtetën e plotë të ngjarjes dhe për të sjellë drejtësi për Ilarian. Zonja dhe zotërin, ka qenë kjo gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj, bashkë në takofshim.